Përshëndetje të gjithëve. Pas videos së dytë, po vazhdoj me serinë e videove demantuese lidhur me pretendimet për keqpërdorim, keqmenaxhim, shantazhe, shumë elemente të tjera të cilat janë adresuar përmes shkresës nga anëtarët e Këshillit Drejtues, nga radhët e Senatit drejtuar Moshtit. Andaj në videon e tretë, në këtë video, do të flas për akreditimin, do të flas për pjesën e shantazheve, do të flas për pjesën e ndërhyrjeve në procesin e akreditimit, do të flas për logon edhe për shumë gjëra të tjera. Andaj po e filloj menjëherë me pjesën e projektorëve. Në është përmendë revansh mbi baza personale, kërkesa ish projektori dorëhequr, për pjesëmarrje si përfaqësuesi UFAGJ-s në rrjetin evropian të fizioterapisë në edukimin e lartë apo MFI që quhet shkurt, nuk paraqitet për miratim në mbledhjen e Këshillit Drejtues për hir të opinionit publik. Atëherë flitet për ish projektorin profesorin Arben Bushnjaku, i cili ka kohë që është dorëheq për arsye personale, për shkak se ka dashur më marrë me jetën akademike dhe jetën hulumtuese dhe shkencore. Edhe do të thotë në kërkesën që ai ka dërgu anëtarëve të Këshillit Drejtues, me dhejt korrekt mund të shihet që kërkesa ajo dërgu anëtarëve të Këshillit Drejtues, kërkesë për financimin e udhëtimit në NFI, në forumin NFI, i është dërgu arkivës edhe i është dërgu të gjithë anëtarëve të Këshillit Drejtues, duke më përfshi edhe mua. Siç dihet, rendin e ditës e ban kryesuesi i Këshillit Drejtues së bashku me rektorin, i propozohet anëtarëve të Këshillit Drejtues, edhe ka ndodhur shpeshherë në mbledhjet e Këshillit Drejtues, para miratimit shtohet ndonjë pikë ose largohet ndonjë pikë. Vlen të thekët që mbledhja e Këshillit Drejtues ka qenë me 17 korrik, ku unë nuk kam qenë pjesë në takimin ose pjesën e parë nuk kam marrë pjesë, për arsye të një takimi zyrtar, ku në atë mbledhje është pezullu vendimi i rektorit për vjoshmërinë, edhe në momenti ku kam dalë në formë demonstrative, kam lëru takimin, edhe do të thotë nuk kam qenë pjesë e kësaj mbledhje, edhe do të thotë prej 17 korrikut Këshilli Drejtues nuk ka marrë asnjë mbledhje deri më 29 shtator, ku mund të shohim që udhëtimi ka pas mendohet me 17 deri më 20 shtator, edhe kjo nuk ka ndodhur për shkak të rektorit, por kjo ka ndodhur për shkak të jo gatishmërisë së Këshillit Drejtues për të marrë mbledhje, edhe nuk kemi të bëjmë me asnjë element të revanshit këtu. Kur jemi tek projektorët, prapë po nalem tek pjesa e dy projektorëve tjera, profesoreshës Dafin Ibrahimi Kaçuri edhe profesoresha Nazli Tufekxhi, që të dy projektorët që një kohë të gjatë kanë dhënë dorëheqje, edhe dorëheqja e tyre nuk është miratu për më shumë se 4 muaj, le të themi, për arsye se Këshilli Drejtues ka pritur që t'i ftojë në interpelancë, dhe ashtu ka ndodhur, i kanë ftuar në interpelancë për mbledhjen e 21/11/2025, ku profesoresha Nazli Tufekxhi nuk ka mund të marrë pjesë për çështje personale, ndërsa profesoresha Dafin ka qenë prezente edhe ju ka përgjigj ftesës, edhe në interpelancë i ka informuar anëtarët e Këshillit Drejtues që unë dorëheqjen e kam dhënë, edhe arsyet janë ato që janë në letër, që flitet për pjesën e konkursit, tash është në proces të konkursit edhe nuk ka pasur ndonjë element tjetër, kështu që ai aludimi i Këshillit Drejtues që projektorët po lëshojnë, po dorëhiqen për shkak të ambientit toksik që ka krijuar rektori nuk shndron absolutisht. Ajo po edhe në mbledhjen e Këshillit Drejtues, ku unë lexova një pjesë të emailit në momenti kur mos paraqit dorëheqja ndaj ish projektorit profesoreshës Dafin, ku i kam falendruar për bashkëpunimin, qysh i kam falendruar dhe projektorë tjerë, po ata i kam gojarisht kemi bashkëbisedu, e këtu kam dërguar email, e kam falendruar për punën e mirë të përbashkët që kemi bo, edhe për sukses të përbashkët që kemi arrit, po ashtu e kam adresuar që pa marrë parasysh ku shkon, e di që do të kontribuosh për të mirën e vendit dhe shoqërisë, i e hapur kur do të na vizitosh,
edhe i kam uru sukseset dhe gjithë e mira, kështu që nuk ka pas asnjë element të ambientit toksik këtu. Mirë po, Këshilli Drejtues i kanë ftu prorektorët në takim për të nxjerrë elemente për të më goditur mua, sepse në të njëjtin takim me 21/11 adresohet 1 ose 2 pika me pas dorëheqja ime, edhe një herët pastaj kërkoj me liru unë takimin për shkak se kanë me bisedu diçka edhe adresojnë kërkesën për shkarkim. Kështu që këtu nuk kemi baj asnjë element të ambientit toksik, dorëheqjet janë gjitha personale edhe ato kanë qenë për i vullnetit tyre. Sa i përket dëmtimit siras të imazhit institucional, është përmend disa herë që edhe në mbledhje që rektori na ka prish me agencionin edhe prapë pa akredituar programet. Kjo absolutisht nuk është e vërtetë, për shkak se edhe unë si rektor edhe universiteti kemi raporte shumë mira edhe me agjencionin kosovar të akreditimit edhe me Këshillin Shtetëror të Cilësisë. Këtë e ka konfirmuar disa herë edhe drejtori, po ashtu e ka konfirmuar edhe kryesuesja e KSHC-s profesoresha Asni Ilazi, ku kanë marrë pjesë kryesuesja e Këshillit Drejtues, një dekan edhe një profesor, edhe ju ka treguar që parashtrimi i padisë tuaj ndaj një pike, një vendimi të agjencionit kosovar të akreditimit dhe Këshillit Shtetëror të Cilësisë këtë rast nuk paraqet asnjë element negativ. Ju keni shfrytzuar drejtën juaj dhe gjithçka është brenda sozave normale, edhe mirë keni bërë që keni adresuar padin, kështu që nuk ka ndonjë element të prishjes së raporteve për shkak të adresimit të padive. Kështu që ajo nuk qëndron. Sa i përket imazhit, unë si rektor kudo në forume vendore ose ndërkombëtare që e kam përfaqësuar institucionin, e kam përfaqësuar në formën më të mirë të mundshme, edhe e kam promovu vlerat e universitetit edhe kam kriju ura të reja. Sa i përket imazhit ndërkombëtar, mund të them që prej kohës ish rektorit Shaban Buza e deri në ardhjen time, domethënë prej 2019 deri në 2023, menaxhmentet, rektorët e këtyre dy menaxhmenteve nuk janë folës të gjuhës angleze, edhe rrjedhimisht përfaqësimi i universitetit ka qenë shumë i dobët në arenën ndërkombëtare edhe në forume ku kem pas ndërkombëtar. Kështu që atë mund të them sa i përket imazhit të institucionit. Kemi pjesë tjetër që është dështim në akreditim, riakreditimin e programeve. Kjo përdor shpeshherë si element goditës ndaj meje. Këtu nuk ka asnjë element që dështimi ndonjë le të themi akreditimeve si proces përgjithësi. Kur kam marrë si rektor kanë qenë 9 programe të akredituara, 4 fakultete. Tani në momentin që flasim janë 8 programe të akredituara edhe 5 fakultete. Vlen cekët që në procesin, për hir të korrekcisë, këtu është e Dafinës, kjo është e Nazlit, dorëheqja në datën e njëjtë, edhe po kalojmë tek pjesa ku ishim duke folur për akreditimin. Atëherë pa marrë parasysh kushdo që kish me qenë rektor në ardhën time për 1 tetor 2023, përmes udhëzimit administrativ 15 për 2018, i cili ka para pa 5 vite kohë kalimtare, domethënë 2018 edhe 5-2023, deri me 30/9/2023 ki mujt me akreditu programet të infermierisë edhe programet cekura të mamis, pa pas PhD të fushës, për shkak se i është ofruar institucioneve hapësira që me siguru kuadro ashtu që pas 5 viteve të kenë qëndrueshmëri. Fatkeqësisht Universiteti Gjakovës nuk ka arrit të sigurojë kuadrot e nevojshme, menaxhmentet e kaluara, edhe përkundër periudhës kalimtare është hup programi i infermierisë. Aktualisht nuk kemi PhD të fushës së infermierisë, në Kosovë janë shumë pak. Sa i përket programit të fizioterapisë, është një rekomandim i Odës së fizioterapeutëve të Kosovës që kërkon që programet jenë 4 vjeçare, të jenë programe shkencore, edhe të kërkohen 4 PhD të fushës së fizioterapisë, edhe për atë arsye edhe programi i fizioterapisë ka ra. Kështu që kushdo që kish me qenë rektor në ardhjen time, prej 9 programe kishin kaluar 7, aktualisht janë 8 programe të akredituara, edhe janë 5 fakultete, jo 4. Sa i përket keqpërdorimit të logos zyrtare të UFAGJ-s pa vendim të Senatit, në kundërshtim me nenin 5 statutit,
kalojmë tek pjesa e logove. Jemi tek kjo logo, e cila si dokument, si dëshmi është paraqitur edhe në masht, ku kjo është një logo ceremoniale me rastin e ceremonisë inaugurimit ose fillimit të Fakultetit të Shkencave Aplikative, ku 4 anëtarët e Këshillit Drejtues nuk kanë qenë pjesëmarrës në këtë ceremoni. Do të flas tashme për atë pjesë. Kjo është prova, është gjysmë provë. Shiqoni foton e plot, ku unë për asnjë moment nuk e kam hub, do të thotë, logon e universitetit. Shihet logoja e universitetit sipër. Kjo është një logo ceremoniale pa ndonjë vendim, sikurse është logoja e 10 vjetorit të universitetit, ku 3 anëtarët e Këshillit Drejtues aktual kanë qenë menaxhment në atë kohë, edhe kjo është logoja 10 vjetorit e cila nuk ka vendim, sikurse kjo qysh nuk ka vendim, edhe logo ceremoniale nuk ka vendim. Sa i përket programit, po kthehemi prapë te programi. Ishim tek pjesa e programit. Vlen cekët që për akreditimin e këtij programi, që ka qenë një prej objektivave kryesore të mia, do të thotë është bo shumë, po ashtu ka pas rezistencë vazhdueshme, që tash po duhet flas hapur edhe të jeni të informuar të gjithë opinioni publik. Do të thotë, si program ka qenë një prej elementeve që kam pas në programin tim gjithëpërfshirës, e kam prezantu, kemi apliku, edhe në momentin e akreditimit kam kërkuar nga Këshilli aktual që të miratohet një buxhet, një vendim, ashtu që të blehen disa pajisje, të cilat mund të prezantohen para ekspertëve të akreditimit në momentin kur vijnë. Edhe më shton për Këshillit Drejtues që ne buxhet nuk ndajmë, akreditoj programet, të akreditohet programi, pastaj i blejmë pajisjet. Kështu që, duke ditë që standardi kryesor është standardi i infrastrukturës, ndaj më është dashur me siguru pajisje, Këshilli Drejtues mi ka miratu, kam lidh marrëveshje me Bonevetin Gjakov, që është 200 metra prej rektoratit këtu, cilët i falenderoj shumë për mbështetjen, na kanë ofruar hapësirat e tyre prej orarit 8 deri në 4 për procesin e akreditimit, edhe pse ai dokument, ai vendim, ai marrëveshje nuk ka mjaftuar për ekspert akreditimit. Kur dërgohet drafti i ekspertëve, flitet thotë që infrastruktura nuk plotson nivelet minimale, edhe rrjedhimisht kjo nuk kupton që programi nuk akreditohet. Kur ju përcjell anëtarëve të Këshillit Drejtues, andaj duke e parë se çka kanë bëu, e marrin një vendim që ne jemi të gatshëm t'i blejmë tash pajisjet, edhe me tentimin që tash fajsojnë veten, merret ai vendim, edhe atë vendim ju prezantojmë si komente ekspertëve të akreditimit, edhe vjen ajo që i kom paralajmëruar më herët që refuzohet programi. U refuzu programi, një program shumë i rëndësishëm i shkencave aplikative, respektivisht i informatikës inxhinierike që lidhet me shkenca kompjuterike. Kam bo ankesë, edhe kam vazhdu me ankesa, dhe për shkak të disa parregullsive kemi arrit me e kthy në rivlerësim programin në fjalë. Në momentin e kthimit në rivlerësim, ka ardhur eksperti, është caktuar vizita e ekspertit. Në mungesë pajisje, më është dashur me siguru pajisje në baza personale, ku i kam sjell një laborator të tërë fizikisht këtu, edhe ku ka ardhur eksperti, ka pyet çka janë këto pajisjet, ku janë. Kam thonë janë pajisjet mia, të cilat i shfrytëzoj për kurse private, edhe këto pajisje do të jenë këtu përderisa të jam unë rektor, edhe kjo tregon që studentët që do të regjistrohen do të kenë mundësinë e shfrytëzimit të pajisjeve. Kjo ka qenë një garancë e cila ka ndruar mendimin edhe të ekspertit, edhe tash në fal sa e kemi akredituar këtë program. Po ashtu është prezantuar dhe dëshmia pastaj e porositjes së pajisjeve, edhe si proces kjo ka qenë. Do të thotë, është akredituar programi, u bë luftë e madhe me akredituar ky program. Imagjinoni tash, Këshilli Drejtues prap tenton me godit. Unë jam mbarsi i këtij programi, kam një vendim të senatit i cili thotë që mund të jesh ose je profesor ose je mësimdhënës në Universitetin Femi Aganin Xhahov, përderisa je rektor. Në momentin kur unë nuk jam rektor, largohem, ndërhiqem pa garanci ajo, unë automatikisht kthehem në Fjek në Prishtinë, edhe programi mbetet pa një barcë. Automatikisht ky program mbyllet, rrjedhimisht fakulteti mbyllet. Mundi me marrë mend çfarë Këshilli Drejtues kemi, që në vazhdimsi bën përpjekje
nuk ka të bëjë me logun, ka të bëjë me fakultetin, me programin. Kalojmë tek prezantimi i profesoreshës Melinda Mula si UD dekane pa vendim zyrtar. Kur jemi tek profesoresha Melinda Mula, unë dua ta falenderoj publikisht për mbështetjen që na ka dhënë në pjesën e akreditimit programit, ku unë e kam kontaktu edhe e kam kërku që me qenë prezente në mbrojtjen e programit, për shkak se është e fushës matematikës, lidhet me shkencat aplikative, edhe profesoresha ka pranu edhe na ka ndihmuar në procesin e akreditimit. Vendim nuk ka, ky është vërtetim i cili është lëshu, edhe cekët që profesoresha në fjalë është caktuar në cilësinë e ushtruesit së detyrës së dekanës, edhe me datën 5/2/2025 me qëllimin e mbrojtjes së programit të propozuar, emri i programit, edhe pak më poshtë atje që mos më marr shumë kohën, hapësirën e kohës, profesoresha në fjalë ka qenë e prezantuar si ushtruese detyrës, mirë po vetëm në kuptim të prezantimit për mbrojtje të programit, dhe se nuk ka kuptim që për të njëjtën të ketë vendim për ushtruesit detyrës përderisa nuk kemi program të akredituar. Do thotë nuk i mujt më shumë vendim të UD dekanës përderisa nuk kemi një program të akredituar. Me vendimin e UD dekanës ne do të krijojmë obligime financiare, lidhëmisht në këtë rast nuk është bërë asnjë dëmtim financiar. Kështu që kur jemi tek pjesa e akreditimeve edhe korrekcisë që kërkon anëtarët e Këshillit Drejtues, vetëm dua t'ju jem transparent për opinionin e gjerë që në akreditimet e mëhershme njëri nga anëtarët e Këshillit Drejtues atje ka qenë në cilësinë e konsulentit në zyrën e cilësisë, edhe si është e mundshme që emri i tij është shfrytzuar në akreditim ose është prezantuar para ekspertëve të akreditimit si bartësi programit, pa qenë staf i rregullt, pa pas thirrjen e asistentit. Imagjinoni, konsulentin e konvertojnë edhe vendosin në bartës programit, edhe një herit e bojnë staf të rregullt akademik, pa pas një vendim të thirrjes së asistentit. E kështu që një vit ma vonë pastaj janë bë elemente tjera, të cilat janë nga menaxhmentet e kaluara, kështu që kur t'jemi tek korrektësia, le t'jemi korrekt dhe t'informojmë të gjithë drejt. E kemi shantazh dhe presion i vazhdueshëm ndaj anëtarëve të Këshillit Drejtues të zgjedhur nga Senati. Është një element atje që i referohen, është pjesa e anëtarët e Këshillit Drejtues po aludojnë që është bërë një shantazh ndaj tyre që nuk është absolutisht i vërtet, sepse unë i kam ftu individualisht në cilësinë e profesorit secilin prej tyre, edhe siç i kam ftu tash edhe gjithë asistent për të bashkëbisedu. Në atë rast janë ftu të 4 profesorë në fjalë, për shkak se Këshilli Drejtues, anëtari i Këshillit Drejtues nuk zhveshet prej procesit mësimor. Ai ka kontratën e mësimdhënësit, qoftë profesor asistent, edhe një herë është profesor, edhe mbi ta e merr shtesën që është anëtar i Këshillit Drejtues. Kështu që në përgjigjen e ftesës nga njëri prej anëtarëve është kërkuar që të dihet pika rëndit ditës, edhe për shkak që është anëtar i Këshillit Drejtues ka kërkuar që takimi të jetë me proces verbal. Kështu që imagjinoni të gjithë ju që i vini prej institucionet të arsimit të lartë, kur jeni staf mësimdhënës në ndonjë universitet, kur ju fton rektori, me i thonë rektorit që kërkoj që ta kem takimin me proces verbal pse jam anëtar i Këshillit Drejtues, kështu që nënshkruesi i kontratës së secilit prej tyre është rektori i universitetit, andaj unë si rektor i kam ftu në cilësinë e stafit mësimdhënës, edhe nuk ka asnjë element të shantazhit. 3 prej tyre nuk ka ardhur vetëm njëra prej profesoreshave, edhe kemi bashkëbiseduar për tema të ndryshme. Kur jemi tek pjesa e fundit për sot, është ndërhyrja në procesin e rizgjedhjes së stafit akademik. Kjo është një element shumë i gjallë që ndërhyrjet tu nuk ka ndërhyrje asnjëherë. Ndërhyrja ime vetme është në procesin e Senatit, ku në Senat unë e luaj rolin e opozitës edhe kërkoj që të respektohet rregulloria edhe domethënë legislacioni i fuqi, ashtu që thirrjet të jenë të merituara, jo sikurse ka ndodhur në
datën e famshme 25/9/2023, pak ditë para se më ardhun. Do thotë rregulloria e ka parapat që në atë fazën kalimtare që ka përfunduar me 1 tetor, ku gjitha thirrjet kanë qenë, është njohur edhe databaza përpas Web of Science of Scopus edhe databaza tjera, edhe aty është bën një avancim i një numri të madh stafit që kanë marrë thirrje të ndryshme, kështu që pas 1 tetorit do thotë kanë vlej 2023 vetëm 2 databaza, edhe unë kam kërkuar që me respektuar rregullorët cilën e kam gjetë se kam për une, edhe do thotë falë saj, ne sot asaj ke mbulësisë time dhe të menaxhmentit, ne në raportin e Orkës i cili nuk po përmendet asnjëherë, do thotë nga 40% e justifikimit të titujve akademik, stafit akademik, në 2025 kemi 59% e stafit akademik i justifikojnë titujt akademik. Kështu që unë jam i thorë i rregullsisë, edhe do të vazhdoj të jemi tillë, edhe do të kërkoj që të respektohen rregullorët edhe legjislacionin në fuqi, ashtu që titujt të jenë të merituar. Edhe një element tjetër të cilin dua ta adresoj është kur jemi tek thirrjet edhe avancimet, një prej pikave e cila ka qenë shumë sfiduese janë programet në të cilat nuk kemi akreditim. Kemi staf akademik që pritet të avancohen, edhe do të thotë orë për ta ka vetëm për 1 vit, edhe mo nuk ka orë, kështu që si ti avancojmë atë staf akademik. Kam bërë kërkesë në Këshill Drejtues për shkak se ka implikim financiar, edhe kam adresuar si shqetësim se çka të bëjmë me këtë kategori të profesorëve, që disa janë të shkëlqyeshëm, i plotësojnë kriteret, por nuk i orë vitin pasues, edhe po e vendosim universitetin në obligime kontraktuale, pastaj për 3 vite të tjera kur nuk i orë çka do të bëjmë. Edhe Këshilli Drejtues hezitojnë që të marrin ndonjë vendim ose të japin mbështetje, nuk bojnë korumin, edhe bojnë një farë bllokade, dhe është çështje e senatit, është çështje e rektorit. Mu si rektor më duhet që brenda senatit bëj përpjekje që të vendosim një klauzol në të cilën thuhet që pa marrë parasysh thirrjes akademike, në qoftë se universiteti nuk mund të siguroj orë në brenda njësisë ose njësive të tjera, atëherë gëzon të drejtën e ndërprerjes së kontratës. Kështu që mosh dasht që të bëj luftë në senat, për shkak se në qoftë se kishim marrë në një situatë ku stafi akademik nuk kanë më orë, atëherë llogaridhania ose universiteti kish kërku llogaridhanie nga unë se si ki hap konkurse duke mos pasur përlushmëri të orëve. Unë kam qenë çdo herë i tharë që i rregullsisë edhe do të vazhdoj me qenë, edhe nuk dua që ta vendos universiteti në obligime kontraktuale për të cilat ka pasoja financiare, edhe për këto pasoja Këshilli Drejtues nuk kanë qenë të gatshëm me kontribu me jap një zgjidhje. Kështu që unë me kaq po mbyll këtë video të tretë, ju kërkoj falje për kohëzgjatjen e ju falenderoj shumë për vëmendjen. Mirë dëgjofshim dhe mirë takofshim.